Çka do bëjsh? Do bëjmë një hipnozë për me vizualizu një dëshirë që ka e kiti për momentin, dëshirë të momentit, që me mujt me vizualizu ma efektiv, ma shpejt. Faleminderit, nisim. Tashti, Tina, a je këto? T'lutem, tin, nalmi komentet. Okej, super. Hajt nalmi qëta komente veç shpejt. Nuk shkon gjatë njerëzi. Faleminderit shumë. Edhe njëherë, mirë se erdh, ju kisha lut, ju që doni me marrë pjesë në qëtë hypnozë shumë të shkurt, që shërben për vizualizimin e dëshirave t'juve shumë ma efektiv, atëherë ulluni që aty dikun, s'kini nevoj me m'kqyr, ju mundi vetëm me m'dëgju, lëshon telefonin dikun që aty, vetëm ku mundesh me m'dëgju, mirish ko nëse nuk me hi dikun ku nuk vjen dikush me ta prish qetësinë, edhe pse mundi edhe ullun me bo, mundi edhe me sy hapun, ama mirë është mu ull dikun, ose mu pështet, që mundi edhe me mbyll syt, sepse kur i mbyll një syt, automatikisht i thuni trunit që për momentin jëm ka du mu qetësu, si kur i mshel një syt me shku me flejt, që i tregojnë trunit që tash i ka ardhë koha për me pushue, qatë signal ja jep një trunit edhe në moment, sepse hypnoza nuk është kur gjë tjetër njerëzi, për pos një relaksim i mendjes, shpirtit edhe trupit. Kur është komplet mendja, shpirti edhe trupi i relaksum, nëndia e juve, e jona, nëndia e jon, i pranon gjanat shumë ma letë, do me thonë i hin shumë ma me letë nëndije, apo edhe mundë me nxerë nga nëndia programet ndryshme, blokadat ndryshme që s'na vynë për shembull si ankthi, depresioni, zhgënimit, gjitha. Kështu që ju kisha lut, nëse jeni gati, mundi me marrë frym fel një herë, shumë fel, dhe katalironi frymen me i mbyll syt. E mira e kësajna është që ti s'ki nevoj që tashti absolut hiq me funksionue. Thjesht, mi a kushtu 5 deri në 7 minuta vetes tonë, mendjes tonë, trupit tonë, edhe me ndëgju zonin tem. Merr edhe një herë frym shumë fel, edhe kataliroj shfrymen, liroje krejt trupin, çoje vëmendjen të çdo muskulli yti, pa çoje vëmendjen një herë të themrat e komve, duke ardhur te nalt, vëzhgoj, nëse je shtrit, vëzhgoj aty ku komt, ku je shtrit apo në tokë, vëzhgoj krejt, komt, te nalt, shpinën, pa këqyra i ki muskujt e lshu, qafën, muskujt e qafës. Mësh me marrë frym në tempon tonë, krejt normal, po çdo herë ka të liroj shfrymen, liroje edhe trupin komplet, liroj muskujt. Sepse çdo muskull i yti e ka drejten që tash në qëtë moment mu relaksu, edhe mos me funkcionu hiq. Edhe ka pak të syve, kanë drejten me najt viqëm shel që aty, edhe me shiju këtë moment. Pa vëzhgoje filqit, a i ki filqit, e lira, gjuhën, komplet. Shumë, merë frym. Krejt në tempon tone, normal, duke e liru edhe ma shumë në çdo muskull. Po edhe mendja jote mundet mu përcaktu që tashti vetëm të zoni jem. Mos e ki marak nëse mendja jote shkon anej kënenaj, mendje është. Mundohu prap me kthy edhe mu mundu me ndëgju vetëm zonin tam, edhe gjitha këto gjona shka po i nin këto jashtë zonit tem. Çdo zonë, çdo zhurmë,
Gjithdo cicirim, ndoshta e ndonjë zoki, shërben për momentin, për relaksimin ton, shpirtëror, emocional edhe fizik. Tash e di që komplet trupi yt o ronu qaq shumë, o bo aq i rond, sa që edhe me dasht, me lëviz, se s'mundesh. Sepse o ka e shijon, o ka e din që e ka drejten me shiju të pakten qëtë ku sa është duke më dëgju. Paramendoje që të ashti vetëm një imagjinatën tone. Paramendoje që ti je me një dhomë dikon, ose me një vend dikon, pa marrë parasysh, mundet me qenë ai vend ku ti ki qef. Mundet me qenë edhe në deti, mundet me qenë edhe në mal, dikun me një bashkë që tonën, thjesht me një vend, ku ti e nin veten shumë mirë në qatë vend. Vetëm një imagjinat. Imagjinoje që ti je që tashti me një vend, ku ti e nin veten shumë mirë, dhe po pikrisht në atë vend je ka e sheh para teje, është një derë e drunit e madhe. Një derë e drunit, ngjyra e drunit është e kaft. Edhe ajo brava e derës, reza e derës, është komplet ngjyrë ari. Qatë derë e ki para teje dhe paramendoje që mas qasaj dere, kur te hapsh qatë derë, vetëm një imagjinat, ende se ke hap derën, mas asaj dere, është dëshira e jote e momentit. Mas qasaj dere, është ka të pret, dëshira që ti e ki për momentin. Nëse qëtash për momentin të shfaqen disa dëshira, edhe nuk po mundesh mu përcaktue të cila në qëtë sekund që ajo që të vjen është dëshira e momentit. Mos mendo ma gjatë. Merre që ata që terdh që tash. Që ajo dëshira është ka të pret mas qasaj dere. Ondër, pa marrë parasysh çka është ajo, qoftë ajo dashuri, pare, liri emocionale, apo çfarë do qoftë ajo dëshirë. Ajo është ka të pret mas. Ti po afrohesh ka dale edhe jetash bashkë te dera. Ama para qasaj dere është një pengesë diçka, që nuk është ka të len me hap hale. Çka është ajo pengesë? Vetëm një imagjinat. Çka po sheh para asaj dere? Ndoshta edhe nuk ka kurfar pengese. Nëj mendim, nëj frikë diçka, nëj gegenstand, nëj vazë, apo nëj pem, apo nëj tavolin, apo çka ka të para asaj dere. Nuk do me thonë që ka diçka, ama është shumë e mundur që para asaj dere është një blokad, është një pengesë që nuk po t'len me hapa derë. Shikoje mirë, veshkoje mirë, çka është ajo? Edhe qysh po ndihesh ti që tash në qëtë moment? Çka po ndjen kur para teje e ki qatë pengesë? Për krejt juve që s'ka kurfar pengese, pritni vetëm pak, apo mundi edhe me hap derën për krejt ju tjerëve që e keni një pengesë para dere. Nalo dhe shikoje atë pengesë, qoftaj veç edhe mendim, qoftaj edhe veç një frikë që nuk është ka t'len mu afru, ma afër me hap derën. Ndalu edhe me shumë butësi
falenderohu tek ajo pengesë. Çfarë do qoftë ajo? Qoftë ajo një ankth, po në vaki të shfaqet edhe ndonjë ankth. Po në vaki të shfaqet edhe ndonjë frikë, ndonjë çfarë do qoftë ajo para teje. Po në vaki edhe do të truproje që aty, nuk peti, shka tu ka shfaq. Si do qoftë, çfarë do t'jetë ajo? Thuaj me butësi edhe me dashuri shumë të madhe. Faleminderit që më ke mbrojt deri tash. Faleminderit që më ke mbrojt deri në këtë moment. Ama tash jam gati me ecë përpara. Faleminderit që je mundu me mbrojt. Ama tash jam gati me hap derën. Në disa raste, pengesa nuk heket. Thuj edhe një herë, nëse e vren që s'është ka heket, falenderohu edhe një herë. Faleminderit që më ke mbrojt, që ke qenë deri tashti mbrojtësi i jem, mbrojtësja jeme, kujdesi jem. Ama nga sot e tutje, po ecmi përpara, edhe e hap derën, edhe aty është dëshira jote. Çfarë do qoftë ajo? Imagjinata është imagjinat, e tëra çka ti mundesh me imagjinu, mundet edhe mu realizu. Shijoje tash atë moment, pasi e ke hap derën, ndjeje komplet atë knatësi që tu realizu dëshira. Tashme je të dëshira jote. Unë po njehi prej 1 deri në 3, kur të vite 3, i hap syt edhe tanaj vazhdojna edhe na këto përpara. 1, dal nga dal, muskuj tu fillojnë edhe forcohen. 2, rrahjet e zemrës janë nisi normalizohen, sepse edhe zemra ka pushu pak. S'ka pas nevoj me rrej. Si kur e qartne, po ka pas edhe ajo pak një pauzë të vogël. Dhe 3, mundesh mi hap syt, me atë ndjesin që dëshira tash e tutje është e realizume. Edhe sa herë të bjen ndërmend. Bane edhe një herë, po të njëjtën punë sikur që e bën që tashti. Ditë e ardhshme, në ndija jote, energjia e universit, në ndija jote është e hapne, energjia është e hapne, atëherë mjelle dëshiren tonë, në ndije tonë, edhe imagjinoje sa herë të bjen nërmend. Mirë është në mëngjes edhe në akşam, si të qohesh edhe si të shkosh me ra, me vedije me bo qëtë rukëtim, po mundesh edhe gjatë ditës tu punu, tu la, tu fshi, mba ushtel, vetëm me shku tu ja kujtu vetës që shë ke hap derën edhe që shë ke ndi veten. A kur e bën me relaksim, kur e bën me trans hipnotike, të me thonë, kur je komplet i relaksume, fiksohet fiksohet edhe ma shumë edhe ma intensiv e në ndijen tonë. Faleminderit shumë gjithë juve që keni marrë pjesë, tin të lutem lëshonaj komentet, edhe kisha pas dëshirë vetëm me lexu që tashti për gjithë ata që kanë marrë pjesë. Faleminderit shumë tina. Paka shumë me mos hezitoni me më shenu se si unë ndjet edhe a mujtet me e hap derën, a mujtet me i largu
na i blokad që ka qenë aty. Më dole kur pata nevoj, më vjen shumë mirë. Mu merdh me qajt edhe një dritë e bardhë. Bravo Elza, kështu flejt, cija. Pas na mujt me vazhdu dhe pak. Cija, për krejt juve që ju ka ardhë me flejt apo i një lodh, edhe me pa flejt i shkon shumë mirë, sepse vazhdon hipnoza edhe në gjumë me konë, fjalët e mia regjistrohen te ti. Ama kjo do të thotë që definitiv trupi yt edhe shpirti yt është shumë i lodhun, edhe i vynë për që ta njerëz jonë myta të thonë, për çdo ditë na duhet me i mush baterijat, qysh i mushni baterijat ndryshej. Na s'kemi karikos që hime në rrymë, qështu mushen baterijat ndryshej, nuk i qysh me i mbush. Jo me leju veten që si të pështetesh dikon për shembull, me të marrë gjumi si dek se bën vakika një herë, nuk i qef me flejt, ama për gjithë juve që ju vjen me flejt, kur të ndëgjoni kështu diçka, absolut jeni anshlag, që me thonë, jeni jashtëzakonisht s'tem ngarkum. Faleminderit për këtë free hipnozis, me shumë qef duke. Ardhirën veç gjysëm, po gjysma ke mjekull e zez. Cija, kur ta vizualizojsh çdo herë, ti sidomos, gati krejt blokadat e mia nuk o mujt me një herë me i hek. Nuk o mujt. Do të ruproje, jenë konë të një derë, 3 ruproje, 2 shkun me një herë, njonin 3 hipnoza, 3 seanca i kombo me terapistën teme, derisa u largu edhe i treti. Është krejt normale, mos e merr tragjike, është krejt normale, sepse ajo blokad o kon me vite ka qëndru të ti, edhe shumë mirë i shkon, që kjo është hipnoza, te dikush qelet me një herë edhe u krye, te dikush i vyn pak ma shumë ko, sepse na jemi individual, që ta nuk mundem na me thonë ka funkcionu të one, duhet me funkcionu edhe të ti, jo, absolut jo, sepse ti je individ në veti, ti pranon gjanat ndryshe, ke përjetu ndoshta shumë ma shumë se one, një drejtim one një tjetër, e qështu që. Faleminderit shumë, jeni e mrekullueshme, shumë faleminderit, edhe unë kështu flejt, zona nasht, edhe me pa flejt shumë mirë ju kish bo. Bona vizualizimin e mora dëshirën time, faleminderit më njo se pa fond, bravo, okej, Antigona, ti po shihesh që ndoshta ke punon shumë ma shumë këto drejtime edhe kena shumë ma letë, ama une ju thash, une 3 truproje, 2 eken, njoni u koqet aty edhe si truproje në konë, si kun filmat vjetër, se në Sahara diqysh m'dolen ata para saj dere, me ato të metalit që janë dvejshun, me ato maskat qështu që me atë farë. Që aty rrike, unë e disha që kam këqyr, se shisha pe asaj maskës, ama e disha që kam këqyr, edhe më thoj ka diqysh që qka e ka donë, qka e ka lyp, që sa vjetë unë jam këto të nejt, e ti po donë marrë me mheka. Tuti me shumë dëshirë, faleminderit për hipnozën, spontanisht, bashkim me shumë knasi, fele me havu shumë flejta, valla, fikrije shumë mirë, që me të vërtet koka magjike. Cija, e pse jam para juve, more njerë, se unë nuk e di, nështë nga shpirti që jam shumë e sinqirtë edhe në jetën e përditshme edhe kështu, diqysh kom qef kur të foli diçka me mbesu njerëzit me njëherë, sepse nuk kom qef me fol pallavra, nuk kom qef me fol gjana që ka s'janë të vërteta, që sa vite i kom kry shkollimet, kom dash njëherë me bohe eksperiencën teme, personale, une me dit shka ka bohet, me dit çka ndodh me njerëzit, me dit a funksionojnë, a mendoni ju që për mua konë let? Absolut, sikur ju jam konë. Pokus, krejt. Tash kom qef diqysh kur të foli me thonë, pse more këta njerëzi nuk po ngojnë me vedije, pse more s'po ngojnë me vedije tonë këtë mund që jem ka e bëj krejt falas? Pse? Për çfarë arsye? Pse keni shkak ju me thonë, diçka nuk funksionon pa e provu për shembull? Ama edhe ato e kuptoj, sikur me Buda për shembull, ai që tha, përshëndetje nderuar, përshëndetje edhe juve. Jam në këtë rrugë të mrekullive, a super Antigon, a unë që nga 2009, zemër, në bas ndeshjes parë,
ndeshjes parë, mbas ndeshjes dytë, e knejnaj one veç sa dritë më bo. Më vjen shumë mirë, Amina. Shumë më vjen mirë. Hej, faleminderit, na e krytëm. Unë që ta shpontina shumë mirë, që mujta me bo diçka edhe për juve. E pata bukur vështirë, dje, sidomos. Dje, se o kon ditë portale, i thojnë, edhe unë jem shumë e ndihshme në to drejtime, edhe njerëzi edhe kur e bëni lirimin emocionale, bëni çka doni për shembull, prap se prap na jemi njerëzi, edhe gjanat nga jashtë mundën prap me na überfordën, me na stërngarku, që nuk mundëm nështa për çdo ditë me majt veten balon, që nuk mundëm prap për çdo ditë me punu në këtë drejtim, se ka një herë nuk të punohet, ka një herë shpirti yt nuk don, nuk është i gatshëm me bo qa ditë kur gjo, a kënej ngarkohesh, edhe tani kur vin që si ditë, sikur që sot për shembull, par dje edhe sot, atëherë është e pamundur mes me pas ndikime, e une që kom fillu me punu në disa blokada në do drejtime, shumë e vështirë, 2 orë dje kom bo energi arbajt, i thojnë punë me energji, në telefon me atë shoqën, ajo e bën një punë jashtëzakonisht mirë, ajo e bën një punë për mu, krejt këto kompetenta, jo që i thojnë shqip, krejt këto gjona, hipnoterapia, folse bisedash, spiritualiteti, puna me energjin, krejt këto janë të kombinu me bashk, na ndihmojnë me një drejtim caktum. Çdo sen, unë për shembull e kom bo lirimin emocional komplet, këto shumë mirë, po matutje që do të thot, jem ka punoj nga tresa karmike, jem ka punoj nga tresa apo në gjana që nuk janë të mijat hiq, po janë të parve tonë, që duhet edhe ato me i lirue, të tonë që i kanë bo nështë do me kate dikun, ato dikush duhet me i la. E na jemi këtu disa të përzgjedhur që s'kena qare pa i bo, ajo është tani edhe punë edhe ma e fillë. E dje 2 orë, une kam punu, ama tamon vazhdojsh mi pak, apet më nalë ke frima, që do të thot, apet u dufke që ta me lirue. E kështu që mos u ndalni veç me, edhe nëse për herë parje kam she, merrem si një njeri ma të mirin në këtë botë për tyje, edhe thuj faleminderit o Zot, qupe i vendit, thuj faleminderit o Zot, që të këma dërgove, që të haven sot, për me fillu unë thjesht mi anis me mendu pak diçka tjetër, e lemu me dalë.